keni ardhur përsëri në kanalin tim. Për të gjithë ju që e keni për herë të parë që klikoni në videot e mia, unë jam Odeta Elezi dhe për të gjithë ju të tjerët që më ndiqni dhe më suportoni dhe më rikujtoni vazhdimisht që duhet të bëj video, I love you. Nuk dua të them më që se di se ku e kam lënë, sepse kam marrë kritika nga ju, por para se të nisja këtë vlog, doja të sqaroja disa gjëra që i kam lënë enigëm nga vlogjet e tjera, në mos gaboj nga 2 vlogjet e fundit. Gjëja e parë që dua të sqaroj me ju është që kam qenë shumë e ngarkuar këto kohë, sidomos gjatë gjithë muajit shtator, ka qenë muaj më i vështirë ever për mua, pasi ka qenë shumë i ngarkuar, me shumë peripeci edhe me shumë ngarkim mbi veten time. Tani, ju fola pak për atë provimin e famshëm që më hëngri shpirtin, por që më në fund ja arrita edhe u diplomova njerës. Nuk e di nëse e kam treguar këtë, por gjithsesi do ta them përsëri që mbas shumë sakrificash u diplomova. Jetojmë në Shqipëri dhe nuk dua të përmend shumë emra edhe ta tregoj historinë ashtu siç është, sepse në fund të fundit jam e sigurt që nuk do zgjidh asgjë dhe përkundrazi do penalizohet ndonjë tjetër që është nga njëjti qytet edhe që vazhdon studimet atje, sepse kështu funksionon këtu. Domethënë për dikë tjetër penalizojmë tjetër person. I rregullova të gjitha ato gjërat, u futa në diplom, e mora diplomën dhe tani më në fund jam e diplomuar. Gjithashtu, diçka tjetër që ka ndodhur këto kohë është që ju kisha folur pak për punën, që nuk po më pëlqente më pasi punoni vetëm 10 ditë në muaj. Po, e lash. E lash sepse po më stresonte. Dhe ky dyshimi që unë kisha patur pas ka qenë i vërtet, sepse që kur kam lënë punën jam shumë e qetë edhe nuk e di, ndoshta ka pas të bëj edhe shkolla, por që unë në momentin që u diplomova dhe i mbarova të gjitha provimet, nuk është se e shijova aq shumë sa që do doja ta shijoja. Domethënë, e mbarova, thjesht e hoqa qafe, por nuk është se e shijova. Në momentin që lash punën, tani po, ndihem vetvitje dhe ndihem shumë herë më mirë. Do thoni ju pse? Sepse isha gjatë gjithë kohës në presion, lodhja ishte e tepërt dhe shumë gjëra tjera që nuk dua të flas. Iku edhe kjo, e lash edhe këtë gjën. Tani, gjëja tjetër që ka ndodhur është që unë pata ditëlindje. Edhe bëra 32 vjeç. Po. U plak, e di. Pavarësisht se sa vjeç bëra, unë mbarova shkollën. Më kuptoni? Pavarësisht se jam 32 vjeça, unë e kam mbaruar shkollën tani. Dhe ditëlindja ishte diçka pa organizim, ndryshe nga vitet e tjera që unë organizohesha një para, bëja foto për t'i postuar në orën 12 të natës. Këtë vit nuk bëra asgjë. Nuk bëra asgjë sepse isha në punë deri para pak ditësh, ose deri të shtunën unë isha në punë. Të dielën e kisha pushim edhe të hënën kisha ditëlindje. Kisha menduar që të dielën do dilja, do bëja ndonjë foto, por që si gjithmonë në familjen tonë ndodhin gjëra të papritura, domethënë ne nuk është se organizohemi për të shkuar diku që para disa ditësh ose i bëjmë gjërat me plan, i bëjmë gjithmonë moment fundit. Dhe kështu ndodhi, im shoq kishte menduar që do më blinte diçka, edhe atë ditë të dielën unë kisha bërë planet e mia që do mbaroja punën të shtëpisë edhe nga pasditja do dilja do bëja disa foto, ashtu siç e kisha imagjinuar. Por në orën 12 të drekës, im shoq më shkruan po gati se do dalim në qytet. Edhe dalim, jo, nuk kishim dalë akoma. Unë bëhem gati për të dalë edhe vjen më thotë që bëhu gati për çik më poshtë, se do ikim në Elbasan të marrim furnizi. Okej, ikëm në Elbasan,
Mora furnizim, pastaj tha do shkojmë te Tegu. Shkuam te Tegu dhe gjejmë në çfarë? Më bleu një palet letë. Po, dhe zgjodha vetë në fakt, edhe më pëlqen shumë, nuk e di kam treguar tek story në Instagram, por do ju tregoj edhe juve këtu. Dhe voilà, këto janë atletet që unë bleva për ditëlindje. Janë Nike, i kemi marrë tek Tegu, tek nga ato dyqanet e sporteve, Sport Vision, që është, se nuk e mbaj mend mirë. Jo, tek Buzi. Tek Buz? Nuk e di, nuk e mbaj mend, ju gënjej, por që është një nga ato dyqanet e sporteve. Dhe nga 280 që ishin, i ka marrë 112 me skonto. Këto. Atë ditë jemi kthyer në shtëpi shumë vonë edhe unë nuk pata mundësi që të realizoja fotot dhe kështu që nuk postova asgjë. Por ditën e dytë, domethënë ditën e ditëlindjes time, kam dalë para dite me një shoqe. Dhurata e parë që mora ishte një buqet me lule. Do ja tregoj edhe atë, se kam shumë qef. Dhe voilà, ishte kjo dhurata që mua më bëri shoqja ime dhe lexon Happy Birthday shoqe. Opa, nuk lexohet, një sekond. Pjesa këtu ishte mbushur me Rafaelo, por Ani nuk e çoi shumë gjatë. Bashkë me të shoqen, lam që do dilnim mbas dite bashkë për të ngrënë diçka. Dhe do merrnim edhe një shoqe tjetër, gocën që mua më ban thojt. Në shtëpi, bëra disa punë, u bëra gati për të dalë, dhe në momentin që dalë, më erdhën gocat e punës dhe më bën një surprizë tjetër. Dhe kjo ishte diçka e papritur për mua dhe normalisht që u gëzova shumë. Pastaj ikëm në një lokal këtu në Gramësh për të ngrënë diçka me shoqet e mia dhe më telefonon dikush në telefon. Dhe ishte një vajzë e cila më pyet se ku ndodhesha në atë momente dhe unë i them që nuk jam në shtëpi, kam dalë tek emri i lokalit dhe ajo më thot që kam diçka për t'ju dhënë, thot, a mund t'ju takoj, a mund t'vim aty? Edhe unë i them, po, patjetër, mund të vini dhe gjatë gjithë kohës isha shumë në ankth. Në mezi po e prisja që të vinte, ta iqja si gjë dhe të dhija e qetë dhe të filloj. Gjithsesi, ju do jeni me mua. Nëse e keni harruar si recetë, pse jo ta rikujtoni edhe një herë, është shumë e mirë, sidomos për mamat që janë marrëdhënie pune dhe nuk kanë kohë të gatuaj. Unë personalisht e kisha nisur ta bëja shumë herë kur isha në punë, por asnjëherë nuk arrita ta bëja, nuk e di pse, e neglizhova, por gjithsesi po ta kisha bërë do ishte një shpëtim për mua. Tani, le t'i futemi punës. Por përpara se t'i futemi punës, dua të sqaroj edhe diçka tjetër. Është një vajzë këtu në YouTube që më komenton gjithmonë, edhe më kishte shkruar që turp të kesh që nuk e mban mend se çfarë ke thënë. Dua t'i them asaj vajzës, përveç se e falenderoj që komenton dhe është aty aktive në çdo video time, dua t'i them që të më fali, pasi nuk mund t'ja u shpjegoj dot ngarkesën që kam patur. Nuk mund t'ja u shpjegoj dot. Okej? Dhe puthim. Ka marrë këto 4 lapsat, të cilët janë nuancat e kafes, dhe këto 3 janë nga Anais, kurse kjo është nga Brooklyn, dhe më duheshin. Po, kisha kohë që i kërkoja dhe i gjeta. Këto i ka marrë nga 1500, në mos gaboj, kurse ky ishte 1700. Dhe tjetër, kam porositur disa produkte skincare që i pres të më vinë ose sot ose të hënës, sepse mbrëmje me kam bërë porosin, edhe kam marrë një larës ujor dhe një larës vajor. Pra kam marrë 2 larësa për fytyrën dhe kam marrë edhe një serum retinol, në mos gaboj.
Dhe do ja tregoj kur të vinë, sepse tani nuk e kam këtu. Unë kam disa kohë që më kam mbaruar larësi dhe kam përdorur këtë ujin micelar të Garnierit dhe kam përdorur dhe qumshtin pastrues nga Karajben, që ja kam treguar në një vlog. Por nuk jam shumë e kënaqur sepse, jam shumë e kënaqur në mënyrën se si ma lën fytyrën, por nuk e lan 100% ashtu si unë do doja dhe për këtë arsye kam marrë 2 larsa, edhe ujor edhe bajor. Por këtë edhe qumshin pastrues nuk do ta lë pa i përdorur sepse më pëlqen efekti që i jep lëkurës. Jam në një kënd tjetër të shtëpisë time tani dhe doja të flisja pak në lidhje me shtëpinë në Durrës, pasi kam marrë shumë komente, pse s'na i tregon, ku do na i tregosh, e bla bla bla. Atëherë, neve me shumë mundësi, sot mund të ikim tek shtëpia në Durrës, edhe unë do të filmoj disa pjesë, ose më saktë do të filmoj shtëpinë, edhe te komenti që më është bërë këtu në YouTube, kam kthyer përgjigje, kam bërë replay dhe i kam thënë që në momentin që do shkojmë 5K, unë do të tregoj shtëpinë. Ajo është përfunduar tashmë nga informacionet që kemi marrë nga pronari i shtëpisë, por për më shumë duhet të shkojmë ta shohim vetë dhe t'ju tregoj gjithçka, nga fillimi deri në fund. Dhe do ju lutesha shumë që të bëni sa më shumë share, subscribe dhe edhe të shtypni atë zilen që kur të postohet videot të jeni të parët që mund ta shikoni. Tani doja t'ju tregoja disa blerje që unë kam bërë këtë ditë që nuk kemi parë bashk. Dhe nuk janë shumë në fakt, janë vetëm 2 gjëra, por që mendoj se janë shumë cute. Le të fillojmë me këto jeanset që janë cargo, janë me xhepa dhe janë prerje e gjerë në fund. Nuk janë nga ajo prerja me elastik, sepse mua ajo prerja më rri pothuajse si streçe, jo si pantallona cargo, kështu që kjo më pëlqej më shumë dhe shpresoj që të më përshtaten. Dhe tjetër është kjo palë de syje, që është një kryevepër, është shumë e bukur, është 4 direction, mos gaboj, dhe ka këto detajet këtu te duart, gjithashtu detaji që e bën akoma më të veçantë është ky leku, i cili hiqet dhe mund ta kombinosh edhe me ndonjë këmishë ose me diçka tjetër, dhe ka këtë gjën këtu. Dhe është super nice. Edhe unë mezi po pres të bëj ato kombinimet e mia të vjeshtës me këtë palë de sy e re. Tani kjo ka vetëm me autorit shtëpie. Autorifi në shtëpisë. Që është autrifi? Outfiti? Outfiti. Hajde dhe ma tregosh që ka outfitin. Ja. Po ti do të tregosh që ka outfitin tënd. Ndi jep këtu. Ja. Ha. Ja. Hajde. Pse? Auto. Po ato gocat e kërkojnë, që thonë ku është Rani, nxirr do Rani. Shifta. Kam blerë edhe këto pantallonat që janë Rani do dali vetëm në video. Adidas dhe unë i mbaj kështu për shtëpi ose për dalë te lagja. Dhe ja, erdhi Rani. Rani do dali vetëm në video me snacks. Me snacks. Do dali vetëm në video me snacks Ku janë Rani. të kunjë të vëmë? A do ikim të Durrësi sot? Po. Do ikem? Po. Do ja tregojmë shtëpinë gocave apo jo? Do ja tregojmë kur të vemi 5000 ndjekës. Dhe kam marrë agendën e 2024-s, të cilën e kam nisur që tani sepse nuk mund të duroja dot më, dhe këtu do jetë i gjithë plani im ditar. Dhe voilà.
Këtu do jenë gjitha projektet e mia, planet e mia, dëshirat e mia. Se çfarë do të bëjmë sot, do të ikim në Durrës ose jo, edhe do ju marr me vete, por shtëpinë, edhe pse do të filmoj, do ja u tregoj në një vlog tjetër, që do ta bëj posaçërisht për shtëpinë. Kështu që, ju lutem, mund të bëni share dhe të shtypni zilen dhe të bëni like që ne të rritemi, sepse tani unë do të jem më e fokusuar këtu në YouTube me ju, pasi nuk kam angazhime të tjera dhe ju jeni primar për mua. Kështu që, go goca, bëjmë gati. E kam seriozisht. Dhe ikim, vishem. Vendosëm të ikim në Durrës dhe do të doja të visha këtë kropin me këto pantallonat cargo që ju tregova pak më parë, por që nuk jam shumë komode, shumë rahat, edhe kështu që do të vesh një t-shirt me mën të shkurtra dhe të jem sa më rehat. Kështu që bëhemi gati shpejt dhe të vazhdojmë të Tregoj pak ikim. outfitin. Prit se kam mbaruar outfitin, kur ta mbaroj do ja u tregoj. Çfarë s'kam treguar unë? Outfitin. Po. Se ne treguar Roma. Burri! Ai gjete! Po marrim. Vezlirja, o vezlirje. Po ikim në Durrës. Unë bje dielli. U vesha kështu, por do ta heq këtë gjën sipër se është shumë vap, edhe mund ta vesh nga darka që të freskohet pak më shumë. Tani kur po dilnim, më morën përsëri ato gocat e punës se kishim lënë për të dalë bashkë sot, por unë e kisha harruar fare dhe vetëm kur po më binte telefoni u kujtova që do dilnim. Gjithsesi e lash për dalë nesër ose ndonjë ditë tjetër. Ikam. Jemi të pallati. Kjo është djegës. Po tjetër. Djegës. Që të këllaj? Që është të shparë. Të shpis. Oj, zotë shpis. Oj, zotë shpis. Do më thënë ti më ofendove mua. Do futemi aty njerë. Dhe ikim të shikojmë hyrjen tonë. Se ajo ishte e xhaxhit, nuk ishte e jona, ama. Jo. Wow. Të pëlqen? Çik lart. Ok. Çike. Rritur për të vendosur këtu, sepse po. Aty është kundra bufeja. Po kuzhina? Këtu është këndi. Po. Divan për të kulturë.
Lën shpinë durrës të hamol për drejk. Dale. Nga dale. Jena në krizë momentin. O bosi. Mo. Edhe bos? Edhe me croissant. Edhe me croissant. Kjo është dreka më e mirë që unë kesh mbledhur ndonjëherë. Hajde dhe njërë. Hajde, mendova që e kishim ndezur. Ku kemi ardhur tani? Tani kemi ardhur në Durrës, Në plazh, në plazh. për të takuar xhaxhin e mamit. Xhaxhin e mamit, do të thonë çunin e darjes të mamit. Jo çunin e darjes mamit, çunin e xhaxhait mamit. Edhe xhaxhin e mamit. Edhe nusën e xhaxhait mamit. Po që e kam delisën? Ti e ke çunin e xhaxhait mamit. Edhe qa bëjnë ata këtu? Qa shesin ata? Shesin florin. Florinj. Kështu. Bizhu. Bizu. Varse, burzulyka, lodra për fëmijë. Lodra për fëmijë. Edhe rrinë përpara Dolce Vitës. Dolce Vita është këtu, po i babi kovajti. Babi ha croissant. Opa. Ola, do ikësh? Moren, në YouTube je, s'ka i gjë. Kjo doja e gjithë. Kjo do. Atë. Këta do? Jebi. Ani, shumë. Ka sy. Jepi atë që ka xhaxhi. Jo. Të vjen mora të burzulika të xhaxhit. Këtë me ngjyra edhe ky tjetri që kishte domethënie një miri dhe i keqi. Çdo të mirë ka një të keqe dhe çdo të keqe ka një të mirë. Dhe ky është Roani me varse si Luizi. Me vasu si Noizi. Si Noizi. Tu keni nga jashtë. Se unë vi nga jashtë. Ju keni fa... Erdhëm në shtëpi. Unë kam sjell vibin e Krishtlindjeve, sepse këtë gjeta për kollaj kur erdha dhe isha shumë e lodhur. Po bëjmë diku të gjysmore që kemi ardhur, edhe sa kemi ngrënë nga një hamburger si që pat. Morëm hamburger tek Zana, për të gjithë ju që nuk e dini dhe nuk e njihni teta Zana. Teta Zana bën hamburgeret më të mira ever në qytet dhe shumë nga emigrantët që nuk jetojnë këtu, por jetojnë jashtë, jam shumë e sigurt që janë ndjen mungesën hamburgerëve të Teta Zanës. Ne jemi rritur me hamburgeret e Teta Zanës. Unë bajmend kur kam qenë në gjimnaz, të gjithë gjimnazistët ishin aty për të marrë hamburgeret e saj. Dhe vendosëm të hanim hamburger sepse unë nuk kisha bërë gjë në shtëpi. Babin e quam sepse e prisnin shokët edhe do hante jashtë. Dhe nëse unë të vija do të gatuaja këtu në shtëpi, vajti pak vonë, edhe kishim ngrënë që në mëngjes, edhe Rohani gjithashtu. Dhe kështu që për kollaj morëm hamburger. Donim të bënim makarona me karkaleca, por që karkalecat ishin të ngrirë edhe kështu që e kishim të pamundur të prisnim. Dhe tani është ora diku te 8 e darkës edhe unë mblodha disa rroba që i kisha në tel dhe tani do t'i e kuros. Ja. Dritë. O jetë. Je lodhur? Po. Do flem? Ja. Si jo? Ja. Edhe je lodhur dhe s'do flesh. E kishe dhe për jashtë ati? Po. Po babi?
Papi do lëm për jashtë. Pse? Duhesh ta fusim në shtëpi. Të flerë të puna sot. Ja. Po të flerë si s'bërë. Atë ja hapësh derën. Jo, nuk ja hap derën. Pse? Do ja hap, më je do ja hap, si s'do ja hap. E fshiva, si e fshiva. Të fshifshim tot. Po e të pram, Si e fshiva? po e të pram. Si e fshiva? Atë bëzdis të gjë? Po, Të shkut. pse nuk shtrihesh? Nuk do. Lo, 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 lo. Gjyqira përshëndeti edhe me trupin e shokjes. Po që të lasëm!